Të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar gostivaras, aktivistë, qytetarë, antarë të Aleancës Kombëtare për Integrim, dy fitore të mëdha të Aleancës Kombëtare për Integrim. Në gostivar, Valboni dhe Valdeti, sigur erën e parë 62%, tashmorën 64%. Një raporti në vrapçisht përsëri Aleanca Kombëtare për Integrim, raporti është 2-1, gati se 2-1, mund të jetë pak ma pak, do të thënë dikundi 2500-3000 vota, edhe une prej zemrës dua të falenderuam të gjithë gostivarasve, të gjithë aktivistëve, dhe besoj se Iseni dhe Valboni, bashku me ekipet e veta, Valdeti dhe Erzali, prej nesër do t'jenë kryetar të komunës për të gjithë qytetarët e gostivarit njësoj, pavarësisht përkatësisë etnike, politike, apo çfarë do të qoftë përkatësie tjetër. Besoj se Aleanca Kombëtare për Integrim u tregua se bashkë mund të bëjmë rezultatet e jashtëzakonshme, dhe kjo më është një frymë e re, e cila besoj se do të vazhdojnë zgjedhjet parlamentare të cilat unë i pres 2026 ndash ato të mbahen në maj apo në tetor. Sidoqoftë, fitore e madhe e Aleancës Kombëtare për Integrim, do të më tregua se kur dy parti politike apo më shumë parti politike duhesh edhe zotë Sani, si gjithashtu është pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, falenderoj të gjithë partive politike të cilat na kanë përkrahur dhe na kanë ndihmuar. Suksese të gjithë gostivarasve, dhe jam shumë krenar që Valdeti dhe Valboni, si dy njerëz shumë më kualitativ se sa unë si ish kryetari i komunës, do të udhëheqin komunën e gostivarit në mënyrë fantastike. Gjithashtu Iseni ka përvojë 2 mandate të shkëlqyeshme, besoj se i treti mandat jetë mandati i fundit, por s'kani vërtet mandatin e katërt. Ju uroj të gjithë ekipeve Iseni, Erzali dhe Valbon, Valdet, vetëm shëndet dhe sukses. Bravo!